Zaandam është një qytet interesant në Holland, shumë afër Amsterdamit. Ndodhet në provincën e Hollandës së Veriut. Rreth 10-15 minuta larg Amsterdamit me tren. Shtrihet përgjatë lumit Zaan. Qytet me rreth 70 deri në 75.000 banor. Ka arkitekturë shumë karakteristike me shtëpi tradicionale holandeze zakonisht jeshile. Njihet si qyteti që duket si Lego, për shkak të ndërtesave unike. Edhe pse Zaandam nuk është qendra kryesore e komunitetit shqiptar, shumë shqiptar jetojnë atje për arsye praktike. Shumë shqiptar punojnë në ndërtimtari, logjistik, kompani transporti, gastronomi, shërbime të ndryshme. Nuk ka një lagje tipike shqiptare si në disa vende të tjera. Shpesh aktivitetet shqiptare organizohen më shumë në Amsterdam, Rotterdam. Komuniteti shqiptar nuk është shumë i dukshëm si në Gjermani apo Zvicër.